Shikues të nderuar televizion shqiptare të Amerikës, ju përshëndes, jemi në një emision special ëndra amerikane. Do të kemi një cikël të ftuarish nga komuniteti shqiptar, të cilët do të sjellin eksperiencën e tyre dhe realizimin e ëndrës ose projektin e ëndrave të tyre për të realizuar atë në vazhdim. Sot kam të ftuar doktor Gendi Metkon, i cili është një shqiptaro-amerikan i suksesshëm, është në rang diasporës të Shtetet Bashkuara të Amerikës, është shkencëtar, pasi vetë puna që ai ka bërë dhe vazhdon të bëj, është një kontribut që jep për shkencën e mjekësisë, por edhe ne si komunitet na nderon. Ai konkretisht është drejtues i programeve të onkologjisë, terapisë gjenetike dhe mjekësisë speciale në Fortria Drug Development, një organizatë globale në fushën e kërkimeve klinike. S'do të flasim sot vetëm për profesionin doktor, por do të flasim edhe për atë vështirësi, sakrificë dhe kontribut që ke bërë ti në jetën tënde, në profesionin tënd, që ke vënë në shërbim të çështjes lidhur me shëndetin e njerëzve. Së pari të falenderoj me se ka ardhur, së dyti jam shumë i privilegjuar edhe shumë i kënaqur nga ana tjetër edhe si prind edhe si bashkëdhetar juaj që tini në këto nivele bashkohore të mjekësisë dhe ajo që do të veçonja, të cilën do ta them që në fillim, është sepse juve jeni, edhe pse keni ngarkesë të madhe në punë, jeni shumë i lidhur me komunitetin shqiptar dhe kjo mua më detyron, po me kënaqësi t'ju them faleminderit për kontributin tuaj, për formimin tuaj dhe për gjithçka që jepni për njerëzimin, por edhe veçanërisht për komunitetin shqiptar. Edhe mirë se ka ardhur. Mirë se të gjitha. Cili është doktor Metko për te titujve dhe profesionit? Rast parë faleminderit, edhe ju jeni vlerë për komunitetin, edhe ne ju falenderojmë shumë për gjithçka që bëni. Nuk është e lehtë, siç e thatë edhe ju, puna që ne bëjmë shumicën e kohës është vullnetare, që kështu çdo kontribut që mund t'jap secili prej nesh ka dobi shumë të madhe për komunitetin. Unë jam një shqiptar në emigrim nga krajina e bukur e Kolonjës, i lidhur shumë me vlerat shqiptare, me vlerat familjare. Kam një familje të mrekullueshme, më martuar me bashkëshorten time, doktore shumë të mirë, Valbonën, gjej rastin ta përshëndes, dhe me 2 djemë që janë bekim nga Zoti. Jam shumë i lidhur me vlerat familjare, siç e thash, dhe me besim të thellë tek puna, përkushtimi dhe përgjegjësia që duhet na udhëheq në çdo hap të jetës tonë dhe impakti apo ndikimi pozitiv që ne duhet t'i japim shoqërisë dhe komunitetit tonë për të patur një komunitet sa më të mirë dhe të fortë. Kur keni lindur dhe si e kujtoni fëmijërinë tuaj? Kam lindur në mesin e viteve 70, në rrethin e bukur të Kolonjës, krajinën e bukur të Kolonjës, siç e thash, qytetin e Ersekës. Dhe formimin tim ka qenë një kombinim shumë interesant dhe i bukur, do të thosha, sepse kam kaluar fëmijërinë time edhe në fshat dhe edukimin e kam bërë në qytetin e Ersekës, ku kam mbaruar deri. Cilin fshat? Kodras. 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 Ishte fshat i madh? Është një fshat i madh, shumë shkrimbe të ndryshme tregojnë që ka qenë një fshat antik që ka ekzistuar që në kohrat e lashta ilire, dhe sot mund të shikosh ka evidencë të gërmime nuk janë bërë, por shifen qartë gjurmët që ka lënë historia në atë krajinë. Kodras i është përshtatur emrit si vend nga natyra, apo është Kodër. Besoj që i është përshtatur edhe mbi emri jon, besohet që para shumë vitesh, siç ma ka thënë edhe gjyshi, ka qenë bregu dhe për arsye të bregoreve të bukura që ekzistojnë në atë krajinë. Sa mban mend popullsinë që thuhet edhe sa e ke jetuar ti? E sa është sot aktualisht? Popullsia në atë kohë? Popullsia maksimale që ka patur rreth i Kolonjës në atë kohë ka qenë 15.000 deri në 20.000, do të thosh. Flas për Kodrasin. Për Kodrasin ka qenë 35 shtëpi. 35 shtëpi, nuk e di saktë domethënë sa frym, por ndoshta 200-300. Aktualisht? Aktualisht 80-90% besoj janë të gjithë në emigrim dhe kanë mbetur mosha e tretë
ka shumë të ardhur që kanë ardhur nga zonat më të thella të kolonjës, por nuk jam i sigurt, por ndoshta vetëm 10% do të thosha, 10-20% maksimum. Kujtimet e fëmijërisë ka qenë një periudhë e thjeshtë, do të thosha, dhe një periudhë që ka patur vështirësitë e veta të asaj kohe. Por ndërkohë një periudhë shumë e bukur sepse kemi patur një dashuri dhe një mbështetje shumë të madhe nga familja dhe nga miqt dhe nga njerëzit tonë. Besoj ka ajo periudhë na ka dhënë themelet apo bazat e para shoqërore për sa i përket respektit dhe traditave tona të vyera patriotike shqiptare, respekti për familjen dhe përkushtimi që duhet kemi ne tek puna e palodhur, tek përgjegjësia dhe tek respekti për shoqërinë në përgjithësi. Dhe besoj ka qenë një vlerë e madhe, sot i bëjmë shpesh këto biseda dhe me brezin e ri dhe me fëmijët tanë. Ne nuk duam që fëmijët tanë të kalojnë periudha të vështira siç kemi kaluar ne, por në një aspekt është edhe gjë e mirë që njeriu të ekspozohet pak edhe në vështirësi. Besoj që e bëjnë më të fortë dhe më të aftë për të përballuar çdo vështirësi që mund të dalë përpara njeriu. Çfarë çelësish keni kaluar ju në atë periudhë? Vështirësitë kanë qenë vitet 70-80 kanë qenë vitet më të vështira besoj për Shqipërinë, edhe për arsye sepse lufta e klasave në atë kohë ka arritur kulmin e vet dhe ka dhënë një ndikim shumë të madh në familjen tonë, ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm, natyrisht negativ. Nuk besoj që ka patur arsye që këto familje, si shumë familje të tjera shqiptare, të ndërshkoheshin apo të persekutoheshin, apo të mos u jepej vendi që ata meritonin. Ky ka qenë një nga aspektet kryesore, sepse paliri dhe pabarazi dhe pamundësi për të edukuar, për të zhvilluar nga ana ekonomike, edukative, njeriu gjithmonë e gjen veten në disavantazh të madh kur e krahason me atë ku duhet të jetë dhe ku meriton të jetë. Kjo ka qenë vështirësia kryesore, vështirësia ekonomike dhe sfidat e tjera që natyrisht familja jonë ka bërë të pamundur që ne në një farë mënyre të na mbronte nga ekspozimet negative të asaj kohe dhe mundoheshin të na jepnin një dashuri shumë të madhe, e cila e mbalaconte shumë gjithë vështirësitë, gjithë varfërinë, gjithë persekutimin politik, sepse siç e thash, një familje mirë dhe shëndosh, një familje me vlera të mëdha patriotike dhe me respekt të madh për atë që vlerëson atë që është njerëzore, të mban të fortë dhe të mban shinat e vlerave njerëzore që duhet të jetë njeri. Çfarë persekutimi konkretisht keni pasur ju? Persekutimi ka qenë fizik, ka qenë financiar, ka qenë psikologjik. Në vitin 1946, xhaxhai babait tim është përshkatuar nga regjimi komunist, Enver Metko e kishte emrin. Në vitin 1951, gjyshi babait tim, Selim Metko, është përshkatuar nga regjimi komunist, në mes të familjes, pa gjyq, në prani të shumë familjarëve të tjerë dhe fëmijëve nga mosha 4 deri në moshën 18 vjeç, duke edhe përfshirë edhe babain tim që ka qenë 9 muajsh, ka qenë në Djep në atë kohë. Arsyeja ishte akuza për bashkëpunim me Çetin Hamit Matjanit në atë kohë, që pun kishte Hamit Matjani në rrethin e kolonjës, ndejse ajo mbetet një histori e gjatë. Unë kam bërë biles tentativa për të marrë edhe dosjen e tij dhe arrita të meja 4 faqe, pas të ligjit të ri që ka aprovuar shteti shqiptar, për ta bërë publike apo të disponueshme tek familjarët apo të afërmit që kanë interes. Nuk kishte një dosje të posaçme s'kishte as vendim gjyqi as një gjë, s'kishte një dosje të posaçme që tregonte arsyet që pse u bë ky ekzekutim brenda në familje. E vetmja gjë ishte në lidhje me nipin e tij, djalin e vllait, i cili dhe ai u burgos mbas 4 vitesh, ku thuhej që ky gjasme ka shpërndar trakte për Çetin Hamit Matjanit në atë kohë. Gjëra që s'janë të vërteta, ka qenë njeri patriot, ka qenë njeri që i ka dhënë kombit,
kemi 2 dëshmor patriot që kanë rënë në luftën me bullgarët në Pogradec me çetën e Saliputkës. Përsëri, besoj që nuk ka patur evidencë dhe fakte që ky person duhet të ekzekutohej në formën që u ekzekutua. Dhe Valgari vuajtjeve dhe persekutimeve vazhdoi. Janë bërë konfiskime të pasurive, janë bërë konfiskime të tokave, të gjithë shkaj që kishin në dispozicion familja në atë kohë. Pastaj në vitet 76 filluan burgosjet e mëtejshme të fisit Metko, të familjes tonë, arrestuan nipi i gjyshit tim, u vraj jati ti parë se të arrestoj ky, u arrestua xhaxhai babi tim Petrit Metko, edhe kushiri pari i gjyshit tim, po ashtu Sen Metko, më thënë të tre kanë shpenzuar kohë në spashtë, janë liruar vonë vitet 80. Pastaj ajo që besoj kulminoi, edhe unë s'kam folur ndonjëherë publikisht për këtë, ka qenë edhe ndjekja apo presioni që i është bërë nënës time biologjike për të larguar nga familja jonë, për të lënë babain tim për arsye të biografisë në atë kohë, e cila cilësohej negative sipas sistemit të asaj kohe, dhe si rrjedhoi erdhi ndarja e tyre në viteve 76. 3 ditë mbasi janë bërë 3 arrestime dhe një pas njësh, është arrestuar xhaxhai babai tim në qershor, 3 qershor, në 6 qershor është bërë largimi në nënës time, natyrisht pa vullnetin e saj, sepse nuk ka marrë vesh se çfarë bëj në atë kohë. Dhe një shtypje e vazhdueshme, unë ndoshta nuk e ndjeva sepse dhe ndryshimi, rotacioni i viteve 90 më lejoj që unë të vazhdoja, të shkolloja, të edukohesha, por e kanë ndjerë të gjithë familjarët e mi, të afërmit e mi, që s'patën mundësinë dhe atë mundësinë e barabartë për të edukuar apo për të gjetur vendin e tyre në shoqëri. Domethënë, ka qenë një persekutim, do të thosha, njerëzor dhe i parsyeshëm. Më vjen keq që ka ndodhur juve dhe të parëve të kështu, dhe sigurisht me shpresë që këto të mos ndodhin më, edhe ju të gjeni ashtu se kurse keni gjetur forcë dhe keni kaluar këto veprimtaritë të këqija të sistemit komunist. Kur ishit i ri, doktor, cila ishte ëndra juaj për jetën? A kishe filluar të mendonje? Ëndra ime ka qenë që si të realizoja idetë e mia për të edukuar sa më mirë, për të punuar sa më mirë, që të isha sa më i denj për familjen dhe shoqërinë. Respektin apo ato vlerat bazike për respektin mi ka dhënë familja ime. Njerëz të mrekullueshëm, ka dhënë dashuri pafund, më kanë mësuar që nuk kërkon para goja për t'i thënë mirëmëngjesi edhe një personi që nuk e njeh fare kur e gjen në rrugë. Dhe besoj këto duken si gjëra të thjeshta ndonjëherë, por janë vlera njerëzore të çmueshme që i vlen njeriu gjithë jetën e tij për të qenë njerëzor dhe i denj për shoqërinë. Që në moshë të vogël kam patur një dëshirë shumë të madhe për të bërë mjek. Shifja profesorin e mjekut si një profesion që vërtet i shërben njeriut dhe ndikon pozitivisht në përmirësimin e jetëve të njerëzve. Dhe që në një moshë të vogël, domethënë, e kërkoja këtë, e kisha një dëshirë shumë të madhe. Fati im shumë i madh, që në vitet 90 ndodhi ndryshimi i madh. Mbështetjen nga familja e kisha shumë të madhe. Stimulimi për sa i përket edukimit dhe arsimimit tim, kam patur një inkurajim të jashtëzakonshëm, sidomos nga gjyshi im, Muharrem Metko, që sot nuk jeton. Ndrit shpirti atij ku është, që gjithmonë më thoshte shkolla. Dhe do të ndaj dhe një detaj,
me ju këtu që në vitet 90 ku ishim në gjimnas, mundohesha të mësoja italisht si gjithë tjerët për të kuptuar edhe filma që shikonin nga stacionet italiane në atë kohë. Dhe ai më pyeste çfarë bën. I thosha që po mësoj italisht. Ai më thoshte mëso anglisht, ajo duhet italisht ja. Tani imagjino, bëhet fjala për vitet 89, 90, 91, ku e dinte ky njeri se ku do përfundoja unë këtë ditë, në atë kohë nuk e di ai të përfundoja në Amerikë. Më thënë, janë gjëra që këta, për mendimin tim, këta lloj prindrish, këto lloj familje shqiptare, unë i quaj njerëz të ndriçuar, që ndoshta nuk kanë patur arsimin apo formimin e dur intelektual, por kanë patur shkollën jetë, që ka qenë një universitet shumë i madh, dhe atë e kanë transmetuar tek ne. Dhe unë jam krenar që i përkas asaj familje. Si shumë shqiptarë të tjerë që vinë nga këto lloj familjesh. Po atëherë, çfarë kujtimesh ke, edhe sukseset që ke me shkollimin tuaj, filloi nga vitet kur të duash, deri në kohën që ardhët në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pse e vendosët të vinit këtu? Ruaj respekt të jashtëzakonshëm për të gjithë mësuesit që kanë patur kontakt dhe kanë qenë pjesë e jetës time. Besoj në atë kohë mund ta themi që vërtet regjimi ka bërë punën e vet dhe ka patur shumë gjëra negative, por ka patur edhe njerëz serioz të përkushtuar për të dhënë dijet edhe për të patur ndikimin e vet pozitiv në shoqëri. Ajo periudhë ka qenë periudhë e këndshme për mua. Është një diçka që më ka ardhur në mënyrë natyrale, domethënë s'ka patur ndonjë shtys shumë të madhe apo sforco për të bërë atë pjesë që unë duhet të bëja, domethënë gjatë udhëtimit tim, qoftë në të gjitha e kam kryer në Ersek, në qytetin e Ersekës, kanë qenë shkolla shumë serioze, qoftë shkolla Papa Kriston e Kovani, ku kam kryer arsimin 8 vjeçar, qoftë edhe gjimnazi Petronini Luarasi në Ersek, që gëzon një respekt të jashtëzakonshëm, domethënë, dhe kam respekt shumë të madh për të gjithë ata që na kanë mësuar, kanë shpenzuar kohën e tyre për formimin ton, natyrisht. Do të dëshiroja shumë që në atë kohë të kishim këtë akses që kemi sot në literaturë, në materialet që i kemi sot në disponim, një librari që ndoshta na mungonte në atë kohë. Këto vështirësi vazhduan edhe në universitet më vonë, kur fillova fakultetin e mjekësisë, kur 2 studentë e menin një libër dhe e ndanin për gjysmë, edhe një gjysmë e lexonte njëri, gjysmën e lexonte tjetri, sepse nuk i gjenim dot. Nuk kishim as mundësi financiare, po edhe mundësinë për të gjetur literaturë, mundësinë për të gjetur një atlas për të studiuar. Ishte privilegj në atë kohë. Por të gjitha këto vështirësi të bëjnë të kesh mirënjohje për atë që kemi sot, për atë që kemi arritur sot, për aksesin që kemi arritur sot. Fati i madh, siç e thash, në vitin 92, ndryshimi i sistemit na lejoi dhe unë vazhdova pastaj fakultetin e mjekësisë. Dola natyrisht me rezultate shumë të mira, sepse në vitet 92 ne nuk ishim një sistem, domethënë ishte një sistem që po kalonte në tranzicionin e vet. Megjithatë kishte njerëz të mirë që e vlerësonin vlerën, e vlerësonin studentin e mirë. Dhe besoj që kjo na ka ndihmuar shumë për të na futur ne në ato shinat e jetës dhe të arsimimit që e meritonin të ishim në atë kohë. Vitet 92-98 në Shqipëri, ishte Shqipëria post-komuniste, një varfëri e jashtëzakonshme. Sfidat ishin nga më të ndryshmet, por ishte kënaqësia shumë e madhe që ti po bëheshe mjek, po bëheshe dikush që kishe ndëruar dikur, po bëheshe dikush që do t'i shërbeje shoqërisë. Edhe kjo i mbulonte të gjitha të tjera, të gjitha vështirësitë e tjera, qoftë ekonomike apo mundësia qoftë kushteve bazike nëpër konviktet. Më thënë, ne i gjetëm Shqipërinë në kushte shumë të mjerueshme në atë kohë. Nuk mbaroj dita e parë kur kam shkuar në Tiranë për të gjetur dhomën e konviktit. Ne përsëri trashëguam ato
dhomat e konvikteve të viteve 80-90 që ishin në kushte shumë të vështira, shumë të vështira. Megjithatë nuk na penguan që të ecnim përpara, ajo liri që erdhi ishte shumë e mirë, sepse në një farë mënyre na hapi syt, na hapi me botën, na lejoi që të flisnim lirisht, të komunikonim lirisht, dhe ndërkohë të mësonim edhe të menim dijet e asaj kohe. Është një periudhë shumë e bukur, e ruaj me nostalgji shumë të madhe, dhe do ta bëja përsëri nëse do të kthehesha mbrapsht. E mandej? Më tej pastaj jam emëruar mbasi mbarova fakultetin në vitin 98, jam emëruar si mjek në rrethin e Kolonjës. Vendosa, mund të kisha qëndruar edhe në Tiranë, por vendosa të shkoja përsëri të kthehesha në vendlindje, të shërbeja në vendin tim sado e shkurtër që ajo kohë. Ke qenë në qytet apo në... Jo, faktikisht në fillim jam emëruar në zonën e Mollasit dhe të Qavzezit. Po. I mbuloj atë zonë me gjithë fshatrat përreth. Dhe më pas kam mbuluar edhe zonën e Barmashit deri që një periudhë e gjatë që nga vitet 98, një vit e gjysmë, ndoshta 2 vjet deri në 2000 kur jam larguar nga Shqipëria. Mjeku i ri, satisfaksioni nuk mungonte sepse... Që mjek i përgjithshëm? I përgjithshëm. Ishte mjekësia e përgjithshme që mbarova në vitin 98. Çfarë do na sjellësh një kujtim të asaj periudhe që të kalon mbresa? Po ka patur disa, po një për shembull në fshatin e Qavzezit shkoja dhe shumë herë bëja vizita dhe në shtëpi dhe mbaj mend një zonjë atë kohë që kishte fëmijë të smur, edhe më kërkoi të shkoja t'ja vizitoja. Isha mjeku i ri. Shkoj në shtëpi, kushte shumë të vështira, them të drejtën, edhe mbaj mend si sot nuk e harroj kur, edhe dyshemi nuk ishin me truall, edhe ja e mban mend truallin. Po truall tokë. Tokë, e presarur. Dhe i bëra vizitën, i dhash recetën, edhe kultura shqiptare apo zakoni shqiptar që mjeku duhet të shpërblehet, dhe më kanë nxjerrë një 2000 lekësh të vjetër në atë kohë, $2 sot, nuk e harroj kur. Edhe nuk e kam pranuar absolutisht jo, sepse do ishte një paradoks shumë i madh, një hipokrizi shumë i madhe nëse të ta kisha bërë atë gjë. Ajo tregoi mikpritjen, shqiptari gjithmonë e ka këtë traditë të zakonit që duhet ta qiras mikun apo duhet të shpërblej diçka që i bëri mirë. Për mua ishte një detyrë, dhe ishte një nder që i shërbeja atij komuniteti në nevojë. Jam thënë merja fëmijës, fruta dhe perime, blia dhe ilaçet, nuk jam. Por më ka prekur jashtë mase, sepse në këto kushte, në një familje, dhe më thënë kaq të varfër, dhe ajo dojtë të shpërblej ty kur ti nga detyra, nga profesioni, do t'jesh human dhe ke bërë një betim. Por jam krenar që e kam patur mundësinë që të shërbej në atë kohë, do dëshiroja t'i kisha shërbyer më shumë atij komuniteti. Gjithmonë dëshira për një jetë më të mirë, dëshira për të përmirësuar nga ana profesionale, na ka shtyrë që të shikojmë për te oqeanit. Dhe unë si gjithë shqiptarët e tjerë, mora vendimin, domethënë, për një jetë më të mirë dhe për të zhvilluar nga ana profesionale, sepse kjo është një diçka që asnjëherë nuk e kam lënë pas dore. Kam qenë shumë këmbgulës që çdo gjë që të ndodh, profesionin duhet ta kem primar dhe duhet të bëj çdo sakrificë në jetë që këtë rrugë që kam nisur ta vazhdoj deri në fund të jetës time. Dhe në vitet 2000 jam larguar në Angli, në qytetin e Londrës, ku kam shpenzuar gati 3 vjet. Fokusi im kryesor, siç e thash, ishte edukimi tim. Kam shkuar në kolegj gati 1 vit e gjysmë për të mësuar gjuhën, për të mësuar kompjuterin, dhe kishim shumë vështirësi. Studentët e viteve 90, pavarësisht se kishin bërë informatik, edhe ishte një lent shumë e fortë për ta kaluar në fakultet, por nuk preknim kompjuter me dorë, nuk i kishim ato kushte. Që kështu në Londër gjeta mundësinë që të zhvilloheshim edhe nga ana teknologjike, edhe të mësonim gjuhën angleze, dhe ndërkohë të përkushtoheshim edhe zhvillimit të profesionit. Dhe mandej në Amerikë? Në vitin 2003 kam mbritur në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, gjithmonë për Si u kujtoj dita e parë? Dita e parë janë emocione të përzira, do të thosha. Do të thënë, nuk ishte një shok shumë i madh për mua nga ana kulturore, sepse kisha shpenzuar, kisha thyer akullin. Kisha shpenzuar kohë në Londër, në Angli, dhe kur e krahason Anglinë me Amerikën, nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh kulturor. Por natyrisht që përballja me një sistem të ri, me një kulturë të re, gjithçka duhet ta fillosh nga e para, ishte sfidë më vete, domethënë, por gjithmonë kemi gjetur mbështetjen e miqve të afërmve që kanë qenë këtu para nesh, dhe besoj kjo ka qenë edhe arsyeja pse ne kemi përfunduar në shtetin e Michiganit, sepse kemi sjell njëri tjetrin. Po s'më fole pak, se më the që je martuar ke 2 djem të rojnë qofshin jetë gjatë, po nuk më the me cilën je martuar dhe si një njojtur, nga është zonja? Martuar me Çfarë profesioni ka? Valbona, me mbiemër Mersini, me origjinë nga qyteti Vlorës, vjen nga një familje me vlera të mëdha patriotike. Jemi njojtur në qytetin e Detroitit duke studiuar për provimet e njësimit të diplomës. Kemi mbaruar të dy fakultetin e mjekësisë, jemi njojtur këtu, dhe më pas kemi qenë miq shumë të mirë, më pas vendosëm që të lidhemi dhe ta vazhdojmë rrugtimin ton familjar së bashku. Ku punon Valbona? Valbona punon në një njëjtën kompani që punoj edhe unë, pak a shumë kemi ndjekur gjurmët e njëri tjetrit, kur kemi ardhur këtu që natyrisht jemi fokusuar tek njësimi diplomës dhe anën e zhvillimit profesional dhe gjitha provimeve që na duhet të jepni këtu për të bërë njësimin e diplomës. Pastaj edhe unë edhe ajo kemi punuar së bashku në Universitetin e Michiganit për 10 vjet, dhe mbas si kemi mbaruar në universitet, ose mbas 10 vjeçarit që kemi punuar në Michigan, kemi kaluar në korporatën, cilën e përmendet edhe ju, Fortrea Drug Development, që është një kompani apo organizatë globale për kërkime shkencore klinike, dhe aty punojmë së bashku në fushën e kërkimeve shkencore. A keni patur në një vështirësi në jetën tuaj këtu në Amerikë, edhe si e keni kaluar, kështu si eksperiencë? E kjo fjala bëhet në periudhën e fillimit, sa janë dhe këto vetë, gjua, janë kultura, mundësia e punësimit, dhe shumë gjëra tjera. Po vështirësitë janë të pranishme gjithmonë, Gani. Gjua është e para, kultura, sistemi, se si funksionon kjo shoqëri, si funksionon këto institucione, rregullat këtu, kultura, tradita, se çdo vend pune ku je ka të mini kulturën e vet. Gjithmonë flasim për kulturën e përgjithshme amerikane. Kush është kultura e përgjithshme amerikane që e udhëheq këtë komp. Por çdo organizat ka dhe një mini kulturë të vetën. Dhe përshtatja ka qenë ajo që i ka menaxhuar të gjitha vështirësitë që kemi pasur neve në këtë vend. Pak më parë ju thatë shpejt, edhe kështu vetëm si numëruar, po si ndërtohet juve hap pas hapi rrugën tuaj drejt profesionit të mjekut këtu në Amerikë? Sigurisht, ju bazat i kishit marrë, por dushe konvertuar diploma, shumë gjëra të cilat janë edhe për eksperiencë, për ka shumë njerëz që vinë edhe janë skeptik, kanë frikë. Me punë të palodhur, me disiplinë, me përkushtim, me përgjegjësi, me një qëllim të qartë që vazhdo përpara vështirësitë janë të përkohshme, do i kalosh me një fokus shumë të qartë për objektivin që i ke vënë vetes, se ku do të arrish. Ky është një udhëtim, nuk është një destinacion. Edhe vetë Amerika, për mua, për familjen time, apo për shumë të tjerë, besoj është e njëjta, është një rrugtim, nuk është një destinacion. Dhe gjitha ajo punë apo përkushtim që ke ti nuk do të lënë në baltë.
do të shtynte ecësh përpara dhe besoj kjo është krenaria kryesore që kam, që puna, përkushtimi dhe përgjegjësia të nxjerrin dritë. Pse zgjodhët doktor të merrni fushën e studimit të kancerit, gjirit, prostatit dhe të gjakut? Është një fushë me sfida shumë të mëdha, dëshira ime shumë e madhe ka qenë që të ndikoj sa më pozitivisht në përmirësimin e jetëve të njerëzve. Dhe kjo fushë është një fushë e dhimbshme, e ndjeshme për pacientët, për familjarët e tyre dhe çdo ndikim pozitiv, të madh apo qoftë edhe të vogël ndonjëherë, sepse zhvillimi në këtë fushë ka qenë ngadalë, do të thosha, të jep një satisfaksion të veçantë, kur e shikojnë që ja ke shpëtuar jetën një pacienti nga kanceri, apo ja ke zgjatur jetën edhe 5 vjet, dhe ky person sot është në gjendje të shoh vajzën apo djalin e vet të graduohet nga kolegji. Të gjitha këto janë gjëra që na shtyjnë dhe na bëjnë të punojmë akoma më fort, me përkushtim më të madh për të patur arritje më të mëdha në këtë fushë. Por kjo do të thosha që është kryesorja për mua. Doktor Metko, juve sot drejtoni programe globale, ekologjike, terapisë gjenetike dhe mjekësisë speciale. Çfarë përfaqëson arritja për ju personalisht? Kjo do thosha është pika kulminante e gjithë asaj pune që është bërë ndër vite. Gjithë ato që folëm, që nga fëmijëria, që nga ndikimi që mësuesi i parë ka dhënë tek unë, nëna ime ka dhënë tek unë, babai tim ka dhënë tek unë, shoqëria, të afërmit, rruga që kam bërë, vështirësitë dhe sfidat e jetës që kemi kaluar, satisfaksioni që t'i jep ky profesion, është një profesion shumë human. Dhe humanizmi mua më pëlqen, e kam në zëmbër të misionit tim. Humanizmi do ta ketë çdo njeri, po për një mjek është shumë e rëndësishme. Dhe për mua kjo ka qenë pika kulminante. Por në njëjtën kohë më bën të përullur dhe të përgjegjshëm që të vazhdoj përmirësimin tim, sepse përmirësimi i njeriu besoj nuk ndalon kurrë. Është diçka që vazhdon gjithë jetën e vet. Edhe ditën që të mbyllësh syt, ndoshta do mësosh diçka të re para se të mbyllësh syt. Dhe me këtë parim udhëhiqem në jetë. Doktor, do t'i trazojmë çik muhabetet, po në mënyrë pozitive. Nëse juve nuk do të punonit në atë institut studimi shkencor, por do të kishit klinikën tuaj, në që raport do të ishte humanizmi me biznesin? Tek ju, shpirti juaj, ose edhe ashtu si duhet? Besoj që do të isha i njëjti, natyrisht që të vendos përpara një përgjegjësie tjetër, sepse jam aty, punoj në këtë fushë, po në një farë mënyre jemi të përfshirë pak edhe me financat e institucionit ku unë punoj, sepse janë shumë aktivitete që i përkasin fushës tonë, që duan miratimin e mjekut apo të shkencëtarit për shumë procedura të kërkimeve shkencore që kryen. Shembulli më i mirë do të ishte një spital publik apo privat, ku pacienti shkon dhe nuk duhet shqetësohet fare se duhet ta fut dorën në xhep, as duhet ta fut dorën në xhep, duhet ta shpërblej mjekun apo s'duhet ta shpërblej. Është më lehtë edhe për mjekun që të kryej funksionin e vet si mjek, kur ana ekonomike, siç e dim që ndodh në Shqipëri për fatin e vet keq, të mos bëhet pengesë në praktikimin e profesionit tënd si mjek. Natyrisht që kur ke një institucion privat, ke edhe përgjegjësi se ke punëtor,
dhe gjithë barra financiare të bie ty. Unë besoj që do të isha ai njëjti. Natyrisht me një përgjegjësi më të madhe, sepse tani duhen paguar faturat, duhen paguar punëtorët, duhet paguar qiraja e vendit, dhe të gjitha këto janë pjesë e jetës, si kudo. Do bëni reklam në televizion, do shtonit pacientët dhe edhe unë besoj do ishe njëjti. Po patjetër, pse jo? Domethënë këto janë pjesë të pranueshme të shoqërisë sot. Nuk shoh ndonjë asnjë lloj problemi me këtë punë. Çdo të thotë për ju doktor të punoni çdo ditë me smundje që prekin direkt jetën e njerëzve? Është e vështirë, por si mjek i kësaj fushë duhet të distancosh pak veten nga emocioni, por në të njëjtën kohë të ruash edhe raportin me aspektin njerëzor. Çfarë do të thotë kjo? Që ti të jesh i mëshirueshëm, ta vësh vendin tënd në vendin e të sëmurit. Se vetëm atëherë e kupton aspektin njerëzor dhe nuk e humbet humanizmin tënd. Nëse i ke këto dy parimet të pranishme, është shumë e lehtë dhe satisfaksioni është shumë i madh, por është një sfidë shumë e madhe gani. Sepse progresi është i mirë, por jo i mjaftueshëm. Po t'jap një statistikë të thjeshtë, të gjitha studimet shkencore, mjekësore që bëhen sot në botë, mbi 90%, do thosha 90-91% dështojnë. Dështojnë që nuk japin rezultatin e dëshirueshëm që pret ai shkencëtari kur në fillim ka një teori, dhe thotë që teoria ime tregon që kjo molekulë kuron këtë sëmundje apo ndihmon në përmirësimin e kësaj sëmundje. 90-92% të këtyre studimeve klinike dështojnë. Kjo nuk do të thotë që projektet nuk janë kryer në mënyrë suksesshme. Kryen në mënyrë suksesshme, ekzekutohen në mënyrë të shkëlqyer, sepse ka dhe rregulla shumë të forta që nuk të lënë që të dalësh nga shinat. Por që të marrësh rezultatin që pret është shumë pak, është do thosha 5 deri në 8%. Sot kemi bërë goxha progres në fusha në fusha të ndryshme, por puna që duhet të bëjmë do të jetë akoma më e madhe në këtë fushë. Thonë në mënyrë të vazhdueshme njerëzit që ilaçi i kancerit dihet ose është i lehtë për t'u përgatitur, por nuk duan interesa të tjera, këtu fut parasysh farmaceutikën dhe këto të tjerat. A është vërtet ndonjë gjë e tilla, apo është e vështirë kjo zbulimi i ilaçit të kancerit? Unë mendoj të kundërtën. Se nëse do të ishte ilaçi i kancerit, ajo kompani që do ta kishte do ta nxirrte për qëllime përfitimi. Ne punojmë me shumë kompani farmaceutike që bëjnë edhe sponsorizimin e programeve dhe kanë patur programe që një program ka shkuar deri në 2 miliard dollar gjithë projekti. Përse? Për të gjetur mjete diagnostikuese për kancerin e zorës trash dhe për kancerin e mushkrive, me anë të analizave të gjakut. 2 miliard dollar projekt, vetëm për një projekt. Janë rekrutuar gati 80.000 pacientë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do thënë, janë shpenzime kolosale që bëhen për të arritur një qëllim të saktuar terapeutik apo një tjetër. Dhe nëse do të dilte dhe do të kishte avantazhi që pretendojë në teorinë e vetë studimi, nuk besoj që ajo kompani do kishte interes që ky medikament të mos dilte në qarkullim dhe të përfitonte shumë amarament. Jo them sepse këta qesin ilaçe që bëjnë terapitë, këta përfitojnë. Nuk e besoj. Nuk e besoj, ka shumë teori konspirative, ka shumë teori të tjera, domethënë nuk do të thotë që çdo gjë është e mundur në këtë botë. Domethënë unë personalisht jam mendje hapur. Nuk mund të them që absolutisht jo, siç e ka thënë edhe Einsteini që gjithçka është relative, vetëm një gjë është absolute, që gjithçka është relative. Dhe këtij parimi i qëndroj. Për ju çdo thot realisht, ëndra amerikane. Ëndra amerikane për mua është mundësia që t'i jep
për të arritur potencialin tënd maksimal si individ. Ëndra amerikane është ajo që të bën të mundur që me anë të punës për kushtimit ti mund të arrish gjithçka. Nuk ka limite. Amerikanët thotë sky is the limit. Qielli është limiti. Natyrisht edhe këtu ka politika sa më lart të ngrihesh, aq më fort bëhet edhe konkurenca politike, natyrisht është e pranishme, por aman, nëse ti je i Zoti, je punëtor dhe tregon që me anë të punës tënde, rezultatet e tua i shërbejnë qëllimit të vendit për cilin ti punon, ti je i lirë të vraposh sa të duash. Domethënë kjo është ajo që e bën ëndrrën amerikane kaq të bukur dhe kaq të rëndësishme për të gjithë ata që duan ta përjetojnë. Sa rëndësi ka origjina shqiptare në karrierën tuaj profesionale? Unë do thosha që ka luajtur një rol kyç. Më thënë, traditat tona shqiptare dhe vlerësimi që i bëjmë ne, më thënë, puna e palodhur, po të shikosh, gjithë shqiptarët janë të palodhur, punojnë shumë, duan të edukojnë fëmijët e tyre. Dhe këtu vërej që janë njerëz të backgroundeve të ndryshme, edhe ata që në Shqipëri nuk kanë patur shansin të edukoheshin, që vinë kanë qenë punëtorë të thjeshtë, këtu duan që ta lartësojnë familjen e tyre. Duan të fëmijët e tyre të bëhen mjek, të bëhen avokat, të bëhen inxhinier, të bëhen financier, të bëhen ekonomist. Kjo më gëzon jashtë mase dhe është një vlerë kombëtare e vyer që duhet ta ruajmë do e mos, sepse na bën që ne si kombë, ne si komunitet shqiptar të zhvillohemi dhe të ecim përpara dhe na bën krenar. Çfarë këshille, sugjerimin do të jepit fëmijëve shqiptarë amerikanë të cilët kanë qef që të ndjekin rrugën e shkencës, mjekësisë, qoftë dhe të fushave të tjera? E para të thosha mos u dorëzoni asnjëherë përpara vështirësive dhe sfidave. Besoni tek vetvetja, investoni tek vetvetja. Dhe kur them investoni tek vetvetja, investoni shpirtërisht, psikologjikisht, ekonomikisht. Investoni, mos keni frikë të investoni tek shoqëria, tek komuniteti juaj, tek familja juaj. Familja juaj është baza kryesore. Ruajini vlerat e mira, traditat e mira shqiptare. Kombinojini këto me vlerat e bukura të shoqërisë amerikane. Se jo, edhe këta si kanë gjitha të mira, edhe këta kanë deficitet e veta. Por nëse ti merr më të mirat e dy, e traditës shqiptare dhe kulturës amerikane, ajo krijon një kombinim të jashtëzakonshëm. Dhe fokusoheni, të jeni të vendosur për qëllimin që i keni vënë vetes dhe të vazhdoni rrugtimin tuaj, sepse ky rrugtim gjithmonë do u çojë në objektivin tuaj final. Doktor, juve keni qenë vazhdimisht dhe jeni aktiv në komunitetin shqiptar. Ne si pasqyrues të aktiviteteve ju kemi parë në këto organizime që janë bërë. Ku që do rëndësia të qenit aktiv në një komunitet në emigracion? Besoj që rëndësia qëndron në faktin që ne duhet të qëndrojmë të angazhuar e të përfshirë, ajo pjesëmarrja. Pjesëmarrja besoj është shumë e rëndësishme në komunitet, në shoqëri. Sepse është sikur të themi që nuk do shkojmë të votojmë. Por nëse kërkojmë llogari pushtetit lokal këtu, apo pushtetit federal, pse nuk u bë kjo gjë, apo ajo gjë. Ti nuk merr pjesë, po në njëjtën kohë ti ke pritshmëri. E njëjta gjë do të thosha është edhe për shoqëri, edhe për familje, që ta çojmë në bazën e shoqërisë, e cila është familja. Që kështu angazhimi civik, angazhimi civil është i dobishëm dhe i shëndetshëm për shoqërinë. Dhe
një këshill apo një sugjerim do t'jepja që kemi një term në latinisht, edhe Hipokrati e ka këtë, domethënë që e para e punës thot mos bëj dëm. Ti si mjek, mjekësi e kemi. Primium ne nocere, thot latini. Thonë mos bëj dëm. E dyta mundohu të bësh mirë. Por po si jeni gjendje të bësh mirë, pak të mos bëj dëm. Sidomos kur dëmin e bën me koshiencën tënde, me vetdijen tënde. Këto nuk do të kenë vend në shoqërinë tonë, do të jenë të patolerueshme. E kuptoj që mund të ketë shumë element që e bëjnë edhe në mënyrë të pavetdijshme. Dhe kjo është pastaj për të diskutuar se si të ndihmojmë këta njerëz, për të ndërgjegjësuar. Por angazhimi civil është shumë i rëndësishëm edhe mund ta bësh fizikisht, mund ta bësh financiarisht, mund ta suportosh siç suportojnë shpirtërisht, siç janë institucionet tona fetare, që gjithashtu e bëjnë atë punë vullnetarisht, dhe këtu jemi me fat që i kemi të pranishme edhe kishat ortodokse, katolike, teqen, është një si mini Shqipëri. Do të thënë, ky angazhim besoj është tepër i rëndësishëm, por përsëri, do ta përsërit edhe një herë, mos bëj dëm. Kur s'bën dot mirë, mos bëj dëm. Personalisht, si individ, si familje, por edhe si televizion, si drejtues i televizionit, i kam patur kënaqësinë edhe kam patur edhe mirësinë që të marr këshillat tuaja si mjek, si shkencëtar, gjatë kohës pandemisë janë fanumër të bisedat që kemi bërë së bashku, këshillat tuaja kanë shërbyer për komunitetin shqiptar, që kanë dëgjuar ato nëpërmjet emisioneve, po edhe vazhdimisht juve keni qenë të gatshëm edhe me miq e tjerë që ne shikojmë e që na thonë. Si përballoni telefonatat gjatë ditës që kërkojnë ndihmë, sugjerime, mendime të ndryshme? E keni bezdi apo keni mundësi që ti përballoni ato? Se janë të gjitha suporte, janë frisës, askush nuk të paguhen për atë punë. Nuk më pëlqen kur shumë njerëz kërkojnë ndihmë natyrisht në mënyra të ndryshme. Sot teknologjia e ka lehtësuar këtë punë. Dikur kanë qenë shkëmbimi me anë të letrave dhe kartolinave. Sot Messenger, WhatsApp-i, mesazhet, tekstet, të gjitha domethënë e bëjnë më të lehtë këtë punë. Shumë njerëz ndihen pak keq dhe thonë më fal se po të bën siklet, po kam një pyetje, kam një këshill apo kam një analizë që duhet ma shohësh. As pak fare nuk bezdisem. Përkundrazi më shumë më bezdis fakti kur më thonë që më fal doktor se po të bezdisim. Ajo më bezdis më shumë kur më thonë që po të bezdisim. E vetmja gjë që kam unë është që shumë herë nuk mund të kthej përgjigje shpejt për arsye të kohës apo obligimeve të tjera. Ne kemi shumë takime çdo ditë, gati 5-6 orë takime në ditë me ekipe të ndryshme. Dhe u kërkoj ndjes kur nuk ja kthej përgjigjen në kohë. Për mua është kënaqësi shumë e madhe. Dhe besoj e kam në ADN-n time që dua të ndihmoj njerëzit. Me gjithë shpirtin, me pastërtinë dhe me përgjegjësinë time më të madhe. Me aq mundësi sa kam, se kur jam në gjendje them që nuk të ndihmoj dot, por sugjeroj që të bësh 1, 2 apo 3. Por për mua është një kënaqësi shumë e madhe që të ndodhem njerëzve pranë në momente të vështira, në momente nevoje. Dhe njerëzit janë shumë i njohës. Natyrisht pa i paragjykuar as pak, as njëherë, dhe kështu besoj do të mbetem deri dita sa të mbyll syt. Në jetën komunitare juve shkoni nga religioni i përkisni teqes bektashiane, aty jeni edhe me antari i këshillit teqes, por krahas asaj kam parë disa herë edhe emrin që ju jeni edhe sponsor, jo i pak i nivelit ullë, por sponsor me aktivitetet për nevojat që ka teqeja, po me potencë, që ka teqeja. Pra atë që bëni juve, pse du ta bëjnë të tjerët? Se të ketë teqeja sa më shumë doktor medikon në kuptimin e të qenit sa më afër me të qenë. Kemi lidhje shpirtërore shumë të madhe me atë që jemi rritur me atë frymën bektashiane dhe bektashizmi në qendër të vet ka vllazërimin.
Dhe që në një moshë shumë të vogël, pavarësisht se feja në atë kohë në Shqipëri nuk ka qenë e lehtë që të ushtrojë dhe të praktikohej, por familja ime ka qenë shumë shpirtëror. Dhe kur erdha këtu në fillim, faktikisht Teqia ka qenë një vend kur ne ngroheshim shpirtërisht. Për çdo hall, për çdo nevojë, për çdo sfidë në jetë, njeriu shkon, lutet Madhit Zot dhe ndihet më mirë mbasi del nga ai vend i mirë. Kjo është edhe arsyeja pse këto quhen vende të mira, e para. E dyta është themeluar nga një njeri si Baba Rexhepi, që ka vlera të jashtëzakonshme jo për shtetin e Michiganit, për komunitetin shqiptar këtu, por do të thosha për gjithë shqiptarinë. Për gjithë shka që ai prezantoi këtu në një kohë që Shqipëria u kthye në një vend ateist, të vish këtu edhe një njeri që ishte i dënuar me vdekje nga regjimi asaj kohe, komunist, dervish dhe të ngresh një institucion të tillë për komunitetin shqiptar në atë kohë kur edhe rrugët ishin të mbyllura, ishte një gjë shumë e madhe, shumë e madhe. Por vetëm kjo, po ai ka dhënë provat në marrëdhëniet e tij me komunitetet e tjera, në marrëdhëniet e tij me intelektual të mëdhenj të asaj kohe, duke përfshirë edhe vetë Fanolin, dhe ti je më informuar se sa unë në këtë aspekt. Dhe trashëgimia që ai la pas. Dhe të kthehemi tek pyetja juaj që këto janë institucione që varen nga mbështetja e komunitetit. Dhe mbështetja që ne duhet t'i bëjmë këtyre institucioneve, qoftë financiare, qoftë fizike, qoftë shpirtërore, mund të jetë në formave të ndryshme, është më se e nevojshme, sepse kjo na mban komunitetin gjallë, kjo na mban të lidhur me njëri tjetrin. Doktor, juve kohët e fundit jeni në komunitet jo vetëm aktiv në gjitha organizimet që bën komuniteti, por jeni përqendruar edhe tek një organizim i ri që është bërë në diasporë, ka gati një vit. Beso ke diaspora, pra është një organizim, një shoqat që ka një program, ka një projekt, ne kemi diskutuar, ju keni qenë i ftuar këtu, është shumë ambicios, është shumë i mirë, do thosha një gjë që duhet, që keni kërkuar për të hapur një konsullat në Michigan. Si të ecën marrëdhënia me ta, se ju jeni një shkencëtar, edhe punët komunitare janë të bezdisme ndonjëherë, se me një merresh vesh, një smeresh, ndonjëherë respektohesh, nuk respektohesh. A ke bezdi, a ja që suksesshëm edhe në organizimet shoqërore, sa edhe në punën tuaj? Faleminderit. Prezantimin e parë ne kemi bërë këtu. Së bashku jemi një grup intelektualësh të fushave të ndryshme, që na ka bashkuar ideja dhe qëllimi për të fuqizuar komunitetin shqiptar këtu, për të promovuar vlerat tona kulturore, kombëtare, për të qenë një urë lidhëse midis shtetit tonë dhe Amerikës, dhe për të lënë gjurmë pozitive për brezat në vazhdim dhe për të qenë një model i mirë për gjithë shoqërinë e komunitetit shqiptar këtu. Jemi natyrisht me status 501C, që është organizat jo qeveritare, jo politike. Kemi marrë disa iniciativa, dhe iniciativat që i kemi vënë vetes detyrë, kryesorja ka qenë sjellja një konsullate shqiptare në shtetin e Michiganit për arsye dhe të numrit të lartë të shqiptarëve në këtë shtet. Këtë gjë kemi bërë publike, kemi mbledhur edhe firma, kemi edhe një peticion gati që jemi shumë afër dërgesës saj shtetit shqiptar për të parë mundësinë e hapjes një konsullate e cila do të ishte me shumë vlerë këtu. Si e gjej unë vetveten? Unë do të thosha që është shumë e lehtë, plotësojmë njëri tjetrin. Jemi kompliment i njëri tjetrit, se atë që ka njëri, e ka tjetri. Dhe duke qenë së bashku, njëri sjell një vlerë, tjetri sjell një vlerë tjetër. Jemi shumë mendje hapur për sa i përket divergjencave të opinioneve që besoj janë natyrshme dhe normale për çdo grup, për çdo shoqëri. Por jemi një grup koheziv
që i kemi qëndruar kohës, kemi kimi të mirë me njëri tjetrin, dhe e shoh në bisedat e ndryshme, në ambjetet e ndryshme kur mblidhemi, dhe të gjithë janë për atë gjën madhore të përbashkët, për të patur një komunitet sa më të mirë, për të patur një Shqipëri sa më të forte, sa më të mirë. Cila është ëndra juaj e ardhshme për të lënë një gjurmë? Dua të lëj gjurmë, natyrisht do të lëj gjurmë pozitive mbrapa. Dhe kjo më jep një përgjegjësi shumë të madhe për të vazhduar me punë të palodhur, por në të njëjtën kohë duke qëndruar edhe i përulur. Sepse ajo që kemi arritur do të thosha është shumë pak, ajo që dimë është shumë pak, dhe ajo që duhet të mësojmë nuk ka fund kurrë. Dhe po e mbyll me këtë që një matematicien i lashtë grek, Pitagora, ka shkuar në Egjiptin e lashtë, tek faraojt e asaj kohe, dhe u ka kërkuar që ata të mësonin filozofi Pitagorës. Dhe i shkoi më të madhet atje. Ata jo përgjigjen që ne s'kemi çfarë të mësojmë ty, ky është shkencëtar shumë i madh. Ky ishte shumë i shqetësuar dhe insistonte dhe shkonte përsëri, pse s'doni të mësoni mua ju, sepse unë jam grek dhe ju jeni egjiptian. Deri më në fund, një faraoj i madh i tha që ne s'kemi se çfarë të mësojmë ty, se rruga jon nuk është mësimi, por është përjetimi. Dhe duke përjetuar gjithçka, duke jetuar gjithçka, duke bërë atë udhëtimin e jetës, me vështirësitë, me të mirat, me të bukurën, me jo të mirën, të gjitha të mësojnë që të bëhesh më njerëzor dhe të vazhdosh me përulje, me përkushtim punën tënde deri në fund. Doktor, duke qenë që jemi në kuadër të 250 vjetorit të pavarësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, çdo të thotë liri, demokracia amerikane për juve? Kjo është dhe pyetja e fundit. Ja uroj Amerikës këtë për 250 vjetor, ka qenë një model i shkëlqyer për jo vetëm për gjithë komunitetet, gjithë qytetarët që jetojnë këtu, por për gjithë botën. Ka qenë një model i tillë i bukur edhe duhet që të mbetet një model shumë i mirë për gjithë botën. Liri, demokracia është vërtet ajo që e kemi ndier dhe përjetuar këtu. Mundësia për të gjetur vendin që meriton. Mundësia që puna e mirë shpërblehet. Mundësia që me përkushtim ti mund të arrish gjithçka. Mundësia që asdikush nuk tenton të pres krah aty nëse ti do të fluturosh sa më lart. Përkundrazi, këtu marrim edhe ndihmën që ti të fluturosh sa më lart. Dhe kjo është liria dhe demokracia e njeriut. Institucioni, drejtësia e mira, vlerësimi të mirës, i vlerave njerëzore, puna që duhet të bëjnë njerëzimi së bashku për ta avancuar njerëzimin në fazën tjetër që do të jetë. Thot një njeri i madh, po s'po ja kujtoj emrin, që në epitafin tim, thot, në gurin e varit, të shkruhet që turp, nëse për mua, nëse nuk e lë këtë botë një vend më të mirë se sa e gjeta. Thotë që si ke dhënë asnjë lloj kontributi shoqërisë. Kontribut të vogël, po të paktën lej një kontribut. Por kjo arrihet kur ke lirinë dhe demokracinë. Dhe këto janë domosdoshme. Doktor, faleminderit. Faleminderit shumë. Rrëfimet tuaja janë një pasuri për televizorët shqiptarë të Amerikës, një eksperiencë edhe për shikuesit. Isha i privilegjuar që kisha në bisedë, me shpresë të vim edhe bisedat të tjera të cilat jenë edhe në fushën e mjekësisë që juve keni në profesion, edhe duke uruar edhe shikuesve për vëmendjen edhe për 250 vjetorin e pavarësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, i urojmë dhe ata dhe të presim një të ftuar tjetër në emisionin Ëndra Amerikane. E kemi sjellë këtë emision që shqiptarët të sjellin edhe kënaqësitë e tyre, edhe sukseset e tyre. Gjitha këto janë ndërtuar mbi vështirësi,
por gjithsesi edhe ato janë një eksperiencë pozitive për gjithë neve. Të falenderoj. Falenderoj dhe unë dhe urime për emisionin dhe sukseset më të ishme. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen, ishim me doktor shkencëtarin Gëndi Metko. Ju e dëgjuat bisedën, keni parë dhe biseda të tjera të cilat janë në fushën e mjekësisë. Mos i humbisni këto biseda se janë me interes dhe me shpresë se të shikojmë me një të ftuar tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.